Unë jam e fort. Me këtë moto, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës dhe Kastrati Group u bashkuan me YVCA në ecjen simbolike për të rritur ndërgjegjësimin ndaj kancerit të gjirit. Sfidat e mia kanë qenë shumë të forta, sepse kanceri ka prekur jo vetëm mua, por edhe nënën time. Gjithashtu kam humbur dhe vllajën e vetëm me kancer. Por besimi në Zot dhe dashuria për jetën na dha një forcë dhe një shpresë për t'ia dalë. Gra, burra, pacient të mbijetuara, përfaqësuese të institucioneve publike e private, morën pjesë në aktivitetin e zhvilluar në mjediset e aeroportit, në shenjë solidariteti dhe mbështetje. Tetori Ros nuk është thjesht një simbol, ai është një thirrje që të ndalemi pak, të ndalemi dhe të reflektojmë, të mbështesim dhe të kujdesemi më shumë për njëri tjetrin. Jo vetëm aeroporti, por në të gjitha kompanitë e grupit Kastrati, ne organizojmë fushata ndërgjegjësuese dhe për të informuar më shumë se 1000 punojëse. Jo nesër, por sot. Çdo jetë është e çmuar dhe çdo mas parandaluese ndihmon për të shpëtuar një jetë. Kjo nismë e kthyer në traditë në Tetorin Ros synon të përçojë mesazhin se zbulimi i hershëm shpëton jetë. Jam zëri juaj dhe do të jem zëri juaj sa të kem forcë dhe shpresë. Thirrja është të bëjmë kontrollin sa më të hershëm për ta kapur smundjen në stadin sa më të hershëm. Do të përpiqemi maksimalisht që gjërat të përmirësohen dhe të shkojnë drejt një vizioni më të mirë në mbështetje të zonjave, grave, vajzave, të cilat përvuajnë një smundje të tillë siç është kanceri i gjirit. Ata që ndër vite kanë kontribuar në luftën kundër kancerit të gjirit u vlerësuan me çmime. Ndërsa mesazhe drejtuar grave për të kujdesur për veten e për të qëndruar të forta përballë sfidave u shpërndan përgjatë të gjithë aktivitetit.